Ndërsa juve çkaq, po kërcënojshë mos me hynë xhenetin e Allahut që ka përgatitur për muslimanët. Po tjetër, të pret një dënim në varre, se na kem një besim që njeriu shpërblehet ose dënohet edhe në jetën barzakhën në varr. E besoj kush e besoj, por tek na është pas diskutim në mesin e dietarëve se ka shpërblim ose dënim. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Ibn Abbasin një hadith që sjell Buhari. Tha një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte duke me pejgamberin sallallahu dhe i pa një dy vorre, dy varresa. Dhe Allahu azza wa jalla ia pruni një shpallje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur u ndal pejgamberi alayhi salam ato tha, kush janë këta? I treguan se këta janë ky dhe ky, që kanë vdekur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta dy njerëz në këto dy vorre, në këto dy varresa, tha që kanë duke u dënuar. Edhe nuk po dënoj kam për një diçka të madhe, por në fakt ajo është e madhe. Do të thotë, nuk po dënoj kam për një diçka që është e rëndë për t'u larguar, por ajo është e madhe në dënim. E cila është ajo tha, njëri prej këtyre të varreve tha, po dënoj ka vetë pse kur ka kry urinimin e tij s'ka qenë i ruajtur. S'ka qenë i ruajtur prej syve të njerëzve, midis rrugës ka kry urinën e tij. Ose s'ka qenë i ruajtur, ai bin stërpika në teshat e tij, në trupin e tij, ai se ka pas këtë mendje hiç. Ky tha është i pari që po dënoj ka. Kjo është e lehtë për t'u larguar, por e rënd dënim nëse se ke vepruar. E dyti tha qenka, ai që është mirë me tha shejtani. Letësh me ndal gojën tënde, por e rënd qenka dënimi, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, mi pa ai për rahmetit të tij që kishte, ai mori një shtak të njum, edhe dojti ndysh dhe njënën pjesë ja qitë njënit varë dhe pjesën tjetër vori tjetër. I thanë, pse këto i dërgumi zota? Ndoshta Allahu azza wa jall sot janë të njoma që të druna që pja qesë për mi, ndoshta Allahu ja lecën dënimin e tyre, ndoshta Allahu i largon prej dënimit e tyre, sot janë bilit njoma qito. A e drejt, kërcënimi tjetër për atë person që mirët me thashetëme, dënim pas kanë vorin e ti, edhe pu kërcënej ka mës me hynë gjenetin e Allahut azza wa jall.